di që duhem pak çuditshëm tani, po. Shigllem sapo ka lançuar koleksionin e tij të ri me collaboration with Wizard of Oz. So, këta janë produktet dhe do i shohim së bashku. Unë kam bërë bazën e fytyrës dhe tani do shikojmë produktet e tjera për të bërë pjesën tjetër të make-upit. Okej, do rregulloj pak flokët që mos na pengojnë. Si fillim koleksioni vjen me paletën e vet dhe është kjo paleta këtu, The Wizard of Oz, No Place Like Home palette. Da hapim bashkë. So cute. Damn, që ngjyrash. Okej. Këto janë dhe ngjyrat e paletës. Më shumë janë ngjyra të hapura, vetëm kjo kafe dhe burgundy që mund t'i përdor për momentin. Nuk e di se çfarë luku mund të bëjmë me këto, po do bëj diçka të thjeshtë. Okej, do përdor vetëm këta këtu, sa për fillim, edhe besoj do vendos në një nga këto xitat. Dhe tek syri tjetër. Marrë dhe këtë kafen që ta vendos tek inner corner sa për depth, vetëm pak. Dhe këto des për maj. Gjë e bukur që të lejon make-up është që ti mund bësh çfarë duash sepse make-upi nuk ka rregulla, bro. Like, do whatever. Do bëhet të njëjtën gjë si të bërë këtu. Në di që mund duket pak si e çrregull, por që kur e sfumon, rregullohet. Diçka tjetër që përfshihet në koleksion është një blush. Ka emrin Heart Clock Dewy Blush. Blush Brilliant Heart Clock. Edhe nuk e di pse bën të zhurmën, po do e shohim bashkë. So cute. Look. Okej, këtë do mbajtë çantave. Do shohim se duket nga brenda. Oh my god, sa e kuqe. Damn. Si që pam dhe nga emri, është një dewy blush. Dhe shohim bashkë sa pigment ka. Okej, vjen si roz. Kështu duket. Dhe vendos në këtë. Okej, do ta përhap me një furçë tjetër. Do ta përhap me një furçë të madhe që ta sfumoj sa më shumë, që mos të ngel si e kuqe, sepse s'më pëlqen blush i kuq. Okej. Perfekt. Ky blushi është super. Sa lehtë që përhapet. Mund vendosësh edhe më shumë për ta bërë më të pigmentuar, por që unë kaq e du. Shkoni tek pjesa e dytë për të parë pjesën tjetër të produkteve. Bye!